Kryeministri Edi Rama në dëgjesën e zhvilluar me banorët e njësisë numër 5 në Tiranë këtë të mërkur, ka folur për arrestimin e Erion Veliaj dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Referuar vendimit të kushtetueses për lënien në detyrë të Veliajt, Rama tha se kushtetuta në rast mungese në detyrë parashikon dy gjëra të ndryshme për deputetin dhe të zgjedhurin lokal. Sa i përket të zgjedhurit lokal, Rama tha se nuk e ka të përcaktuar në kushtetut nëse mungesa duhet me apo pa arsye. Do t'i bënte kryetari i bashkisë. Por kryetarin e bashkisë Tiranës e kemi në burg, pa gjyq. Duke parë që të gjitha shkallët e gjyqit nuk e nxorën kryetarin e bashkisë që të vazhdoi të kryejë detyrën dhe paralelisht të bëj procesin, ne menduam që Tirana nuk ka arsye të paguaj për një kohë gjatë mungesën e drejtimit. Kushtetuta më saktë thot dy gjëra të ndryshme. Tjetër për deputetin, tjetër për të zgjedhurin lokal. Për deputetin thot pa arsye. Kur mungon pa arsye. Për të zgjedhurin lokal nuk e thot fare. Mëtej Rama tha se është parashikuar një buxhet i veçantë për sëmundjet onkologjike dhe tumorale. Gjithashtu theksoi se shumë shpejt do të hapet edhe Instituti Kombëtar për Tumoret. Problemi i barnave, i mbulimit me barna të rimbursueshme të nevojës të pacientëve që kanë kancer. Pse? Sepse janë barna që kushtojnë. Ne kemi përcaktuar një buxhet të veçantë për të mbuluar barnat për kancerin për njerëzit tanë. Në ndërkohë, ne kemi vendosur që në Shqipëri të ngrem Institutin Kombëtar për Tumoret. E kanë shumë vende, është një nivel ekselence për studimet dhe për trajtimet e kancerit. Kryeministri foli gjithashtu edhe për buxhetin e 2026-s. Rama tha se paga minimale nga janari 2026 do të rritet në 500 euro dhe siguracionet për 9 muaj do t'i paguaj shteti. 1 janari, paga minimale në sektorin publik dhe privat, jo vetëm në sektorin publik, po dhe në çdo kompani dhe në çdo dyqan, paga minimale do t'jetë 500 euro. Punëdhënësit të marrin kohë për ta sistemuar këtë rritje. 9 muajt e parë, sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore të gjitha atyre që sot e kanë pagën nën 500 euro do t'i paguaj qeveria. Kryesocialisti ndër të tjera ironizoi dhe opozitën duke i cilësuar si humbës në çdo përballje. Sipas Ramës, Partia Demokratike nuk e di akoma arsyen sepse ka humbur.